Në një deklaratë publike, drejtuesi i Partisë Demokratike për qarkun e Korçës ka kërkuar ndjesë publike për incidentin e ndodhur një ditë më parë, duke theksuar përgjegjësinë e forcës politike që përfaqëson. Ai ka denoncuar për atë që e cilëson si një instrumentalizim politik të ngjarjes nga ana e drejtuesit politik të qarkut, Niko Peleshi, duke ngritur akuza serioze për ndërhyrje të paligjshme në punën e policisë së shtetit dhe përpjekje për të ndikuar në procesin hetimor për qëllime personale dhe elektorale. Në cilësinë time si drejtuesi PD-s qarku Korç, në emër të PD-s përfitoj nga rasti që të rinovoj edhe një herë kërkesën e ndjesës kundrejt gjithë qytetarëve që kanë ndjekur imazhet e incidentit të dieshëm. E lidhur me pjesën tonë të përgjegjësisë në këtë incident, u tërhoqëm pa dashjen tonë. Nga ana tjetër është përgjegjësia jonë që të denoncojmë menjëherë instrumentalizimin politik që po i bëhet kësaj ngjarje për interesa të ngushta personale të Niko Peleshit, i cili është një person i përfshirë me përgjegjësi të drejtë për drejtë në shkeljen e ligjit dhe në çdo lloj dezinformimi që po i bëhet opinionit publik për ngjarjen. Është në kundërshtim me ligjin përfshirja e drejtë për drejtë e drejtuesit politik të qarkut Niko Peleshi në keq përdorimin e policisë së shtetit për të gjetur mënyrën për të përfshirë vëllain e deputetit Nallbati pavarësisht asaj që ka ndodhur. Nëse faktohet nga SPAK, AMP, të cilët i ftuam ta hetojnë rastin, nëse faktohet telefonata dhe ndikimi i paligjshëm që deputeti Peleshi i bën drejtorit të policisë, jo vetëm për mbajtjen përgjegjës të një personi i cili në bazë të kodit penal nuk ka përgjegjësi penale lidhur me një ngjarje që vetë pala e dëmtuar nuk ka ngritur asnjë ankesë, nëse faktohet pezullimi i drejtuesve të komisariatit të Devollit që kanë refuzuar të shohin ngjarjen me syze politike dhe është urdhëruar transferimi i kësaj dosje dhe marrja e masës së ndalimit ndaj vëllait të Nallbatit. Nëse faktohen që akuzat e ngritura janë me urdhër politik dhe jo me ankesë ligjore, atëherë kemi të bëjmë me rastin më flagrant të shpërdorimit të pushtetit të shtetit për interesa personale politike dhe marrjes së një rezultati elektoral. Krahas ndjesës i bëjmë thirrje SPAK-ut të zbardhë ngjarjen, thot ai.